kështu që i kom tregu që kjo që jam, qëto janë tiparet e mija, qëto janë senet e mija, a jemi në rregull. Edhe në rregull. A ndryshoj diçka tek ti në momentin e martesës edhe mandej vjen pjesa e prindërimit, ato lema dhe pak, po martesa si akt edhe jetesa me vjosën, mandej një etapë e re për juve. Ka prej gjys e kom shoqnin. Do kanë thonë atë martesa, jo, hala heret, s'di qka ka dale, jo karriera, jo di qka. Kur po dojke njëri, krejt pi bëjke. Edhe martesën, edhe karrierën, edhe krejt. Kom menu që nashta ka me qenë kogja e vështirë për mu, se brenda 2 viteve me gjas, e kom marrë veç vendimin, se kom thonë jemi tu e bo edhe një mosh, edhe masane jem disa etapa tjera, ku veç tash po vina, se s'po hija. Edhe vendosëm që shto e bënëm një darsëm E që shka që ndosma? E kom pas veç në rrethin e ngusht, nuk kom bo diçka shumë të madhe, s'kom pas qef, veç me që ata njerës që ri, se ka njerë ndodhin darsma 1200 veta i thirë, 600 veta nuk i nje heq, do më thonë, asë din kur shën, a që ka djallit halës babit, aha, kur njetë se ki pa. Deshta mi thirë veç një 130 veta kemi qenë, ka kalu shumë mirë, jemi knatë shumë, se njerës të shpirtet që i kom thirë krejt, aty edhe ka qenë... Ku për këtë në dasmave të veçanta, jo në të shtatë të zakonshme nga kuptimi, sidomos nëse flasim për shembull traditën tonë me muzike, ke pas një farë miksit lezetshëm duket, ha? Po, e kom pas një muzikë të vjetër qytetare, masane si zakonisht që shkojnë këto me DJ-a me sene, edhe po kryesisht atmosferën e bën mas shumë të shoqënia. Adin sa do që kondo që e thirti, vajbin që e ki mrena aty, ata e bojnë në darsmën. Po, është e vërtet është një kthes kogja e madhe në jetën tem. Jo ndosernet që në parim duesh me ditë që ka po dëmë prej vetës, edhe martesa i ka do sene, i ka do regula, i ka do peripeti, i ka do veçantit veta, kështu që është një kapitull i ri jetës. Tu e ditë faktin që pasojat të në veç vinë. Qka ke ndryshu për dashninë, ose sakrifiku? Se tojnë është me bukur dashnia kur sakrifikon diçka. Ju më bo ma insan. Kështë ashtë e të pitë vjosën, unë e detajisht për këto ma shumë, po të kursejmë. Jo, a ke pas... Po, më falë, se ndërpreva. Realisht, jo në dosene që natyra e njerit nuk t'i lenë mi bo dosene, po foli kushtimisht diçka që do qofta, jo. Jo në dosene që nuk mund t'i marrë mon 6 mëngjesit, abdin se i konë single kënë regull, ose që ka do qofta diçka. Jo, dalë, po ka fillu, kesh një ditë bile me një klab, thash, ja jom plak, ta jo tha gruja, thash, ja, s'ka të bëj me gruja, thash, po këtë të këshna plak.